Qyteti i Bilishtit ka tashmë një hapësirë të re sportive në shërbim të rinjve. Këtë të mërkur është inauguruar zyrtarisht Akademia e Arteve Marciale, një nismë që synon të promovojë sportet luftarake dhe të krijojë mundësi të reja për aktivizimin e fëmijëve dhe të rinjve në aktivitete sportive. Ceremonia e hapjes u zhvillua në ambientet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Andrea Balli, ku të pranishëm ishin përfaqësues të pushtetit vendor, trajnerë sportist, si dhe qytetarë të kësaj bashkie. Aktiviteti u shoqërua me demonstrime të teknikave të taekwondo-s dhe ndeshje boksi, të cilat sollën një atmosferë të veçantë tek publiku. U rihap Akademia e Arteve Marciale në këtë qytet me mundësinë e kryetarit të bashkisë dhe bashkia Devol. Ja u dha këtë mundësi të artë qytetarëve të saj, rinisë të saj, për të praktikuar sportet marciale luftarake si taekwondo dhe boks. I me presim që të gjithë fëmijë nga mosha plus 4 vjeç dhe sipër, që të ushtrohen në Akademinë e Bilishtit, Arte Marciale Bilisht. Shumë të rinj nga qyteti Bilishtit vinin për të stërvitur në akademinë që ndodhet në qytetin e Korçës. Për ata ishte një surprizë shumë e madhe që u bëri kryetari dhe ne si akademi që erdhëm në qytetin e tyre që ata ta kenë më të lehtë për të stërvitur. Mbështetja e Bashkisë Devol ka qenë kyçe në realizimin e kësaj nisme, duke e kthyer atë në një projekt konkret në funksion të komunitetit. Një fillim të mbarë për këtë nismë që kemi marrë ne si bashki në përmjet Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe të zhvilluar në bashkinë tonë një sport të ri i cili ka munguar kësaj bashkie dhe këtyre fëmijëve të cilët e adhurojnë sportin e taekwondo-s. Përfaqësues të sportit në nivel rajonal vlerësuan bashkëpunimin mes institucioneve dhe aktorëve sportiv, duke e konsideruar atë një model për të ndjekur. Një iniciativë dhe një bashkëpunim i mrekullueshëm që të hapet një derë për sportin, kjo do të thotë zoti kryetar që nuk hapin një derë për sportin vetëm, por për të ardhmen tonë, për këta të rinj që do të bashkohen tek bashkia juaj për të bërë këtë sport jo kaq të thjeshtë dhe jo vetëm taekwondo, por kemi disa lloje sporte. Është një bashkëpunim që duhet të marrin shembull të gjithë drejtuesit, jo vetëm lokal, por dhe qendror. Unë si presidente e Komitetit Olimpik Rajonal, ashtu si edhe antare e kryesisë të Komitetit Olimpik, për çfarë do që të më keni nevojë do t'ju jem afër. Me këtë iniciativë, Bilishti i shtohet artës së qyteteve që po investojnë në sport dhe në të ardhmen e brezit të ri, duke krijuar kushte më të mira për zhvillimin e talenteve dhe promovimin e një stili jetese aktiv.